Jorida Tabaku, kandidatja për deputete në listën e hapur të Partisë Demokratike, vizitoi këtë të shtunë një fasoneri në Tiranë. Në takimin me punonjësit dhe drejtuesit e biznesit, Tabaku premtoi ulje të taksave dhe sigurimeve për të ndihmuar ekonominë dhe punëtorët. Unë ju premtoj që sa mundësi të kem, sa fuqi të kem, do flas së pari për uljen e taksave që ju prek juve në mënyrë të drejtë për drejtë, se po të ulet taksa për biznesin nga 15 në 10%, po të ulet taksa juaj në 10%, po të ulen sigurimet shoqërore. Gjatë bisedës, Tabaku theksoi rëndësinë e mbështetjes për bizneset që kanë kaluar periudha të vështira ekonomike dhe siguroi se do të jetë zëri i punonjësve dhe grave në kuvendin e Shqipërisë. Kam nevojë për mbështetjen e të gjithëve, po në mënyrë të veçantë unë e di që do mbështesin gratë, sepse nuk ka grua që nuk mbështet grua, sidomos kur është në vështirësi dhe kur ka sfida përpara. Kandidatja demokrate për deputete pa nga afër procesin e punës, duke treguar vëmendjen e saj për kushtet dhe angazhimin e njerëzve në sektorin fason.